Në historinë shqiptare ka burra që njihen për shpatë, ka burra që njihen për pushk, ka burra që njihen për betejë, për kuvende, për plagë e për qëndresë. Por rrallë lind një burr që i bashkon të gjitha: trimërinë e luftëtarit, mençurinë e plakut, drejtësinë e gjykatësit dhe fjalën e rëndë të burrit që nuk lë vend për dyshim. Njëri prej tyre ishte Binak Alia i Krasniqes. Një emër që nuk u bë i madh vetëm pse luftoi kundër perandorisë osmane, nuk u bë i madh vetëm pse mori pjesë në kuvende kombëtare, nuk u bë i madh vetëm pse dera e kullës së tij u kthye në vend ku vinin burra nga të gjitha anët e shqiptarisë. Binak Alia u bë legjendë sepse shqiptarët në kohë të vështira, kur ligji i pushtuesit nuk sillte drejtësi, shkonin tek ai për të gjetur të drejtën. Dhe kur Binak Alia e ndante një pleqni, ajo nuk ishte thjesht vendim, ajo ishte fjalë që zinte vend. Nëse doni historinë e vërtetë të shqiptarëve, pëlqeni videon, abonohuni në kanalin Histori Epike dhe ndizeni këmbanën, sepse histori si kjo nuk janë vetëm kujtime të së kaluarës, janë pasqyrë e karakterit shqiptar. Binak Alia lindi në vitin 1805 në Bujan të Malësisë së Gjakovës, në një familje të njohur të Krasniqes. Ai ishte i biri i Ali Mull Osmanit dhe vinte nga një derë që nderohej në Malësi, në Kosovë, në Dugaxhin, në Plavë e Guci, e deri tek viset më të largëta shqiptare. Qysh i ri Binak Alia nuk dukej si djemt të tjerë, nuk ishte vetëm i guximshëm, por ishte i mpret në mendje. Nuk fliste shumë, por kur fliste, fjala i kishte peshë. Në një kohë kur kuvendet e burrave ishin shkolla e vërtetë e politikës, drejtësisë dhe nderit shqiptar, Binaku u dallua shumë herët. Thuhet se kur ishte vetëm 15 vjeç, në kohën kur sipas zakonit djemt pranoheshin në kuvende vetëm pas moshës 16 vjeçare, paria e Malësisë u vu në sprov, a duhej lejuar ky djalosh të hynte para kohe në kuvend burrash. Për ta pranuar, burrat vendosën ta provonin me 3 pyetje. E para ishte: dru është, e dru nuk është, cili është? Binaku u përgjigj: kaqa. Dru është, por dru nuk është, sepse për dru nuk shitet. E dyta: mish është, e mish nuk është, cili është? Ai u përgjigj: shpretka. Mish është, por mish nuk është, sepse për mish nuk shitet. Dhe pyetja e tretë ishte më e rënda: burr është, e burr nuk është, kush është? Binak Alia u përgjigj: burri që nuk e mban fjalën. Burr është në trup, por burr nuk është në nder, sepse thot po, e nuk rri në po, thot jo, e nuk rri në jo. Kjo përgjigje i la burrat pa fjalë, sepse aty nuk kishte vetëm zgjuarsi, aty kishte themelin e gjithë filozofisë shqiptare: burri matet me fjalën. Nga ajo ditë Binak Alia hyri në kuvend burrash dhe me kalimin e viteve kulla e tij në Bujan u kthye në një nga vendet më të njohura të pleqnisë shqiptare. Aty vinin njerëz për hasmëri, për pajtime, për ndarje pasurie, për ngatresa familjare, për nder, për besë, për gjak e për jetë. Por Binak Alia nuk ishte vetëm plak i odës, ai ishte edhe burri pushkës. Në vitin 1845, kur perandoria osmane po përpiqej t'i zbatonte me forcë reformat e Tanzimatit, shqiptarët u ngritën kundër taksave të rënda, kundër qarmatosjes dhe kundër marrjes së djemve nizam në vendet e largëta të perandorisë. Në atë kryengritje, emri i Binak Alis del për krah burrave të tjerë të Malësisë. Kryengritësit shqiptar arritën të dëbonin garnizonin osman nga Gjakova. Lëvizja u përhap në Rek, në Deçan e në viset përreth, dhe numri kryengritësve arriti deri në mijëra burra. Edhe pse në fund osmanët e shtypen kryengritjen, ajo tregoi se Malësia nuk pranohej lehtë në zgjedhje. Binak Alia ishte nga ata burra që e kuptonin mirë se armiku nuk vinte gjithmonë vetëm me pushk, ndonjëherë vinte me ligje të huaja, me taksa, me urdhra, me përçarje, me premtime të rreme. Prandaj ai luftonte në 2 fronte, me armë kundër pushtuesit dhe me fjalë për pajtimin e shqiptarëve.
sepse një popull i përqar nuk i del zot vetës. Kjo ishte arsyeja pse Binakalia u bë kaq i rëndësishëm. Ai nuk kufizohej në një kuvend. Ai ishte njeriu që shkonte aty ku duhej fjala, aty ku duhej gjykimi, ku duhej ndalja e gjakut. Njën nga rrëfimet më të njohura për mençurinë e tij është rasti i dy nuseve dhe i një djalit të vogël. Në një familje, dy vëllezër kishin djem të vegjël. Njëra nën nga zilia dhe dhimbja për fëmijën e vet më të dobët, e ndëroi fshehurazi djalin e saj me djalin e kunatës. Kur nëna e vërtetë kuptoi, askush nuk i besoi. Vitet kaluan, fëmia u rrit, dhe nga tresa u bë aq e rënd sa dy vëllezërit rrezikonin të mbyteshin mes vete. Thirrën pleq, por askush nuk e zgjidhi dot. Në fund thirrën Binakalin. Binaku e pa se me fjalë nuk po zgjidhej çështja. Atëherë bëri sikur mori një vendim të tmerrshëm. Tha se fëmia duhej vendosur në mes të dy grave dhe të vritej, në mënyrë që të merrte fund sherri. Të gjithë u tmerruan, por Binaku nuk donte ta vriste fëmijën, ai donte ta zbulonte të vërtetën. Kur ngriti pushkën dhe tha: "Mbajeni fort djalin se do ta vras." Gruaja që i kishte vjedhur fëmijën, ja lëshoi dorën dhe u largua, kurse nëna e vërtet u hodh përpara, e mbuloi djalin me trupin e saj dhe tha: "Më vrit mua dhe jo djalin." Atëherë Binakalia e uli pushkën. E vërteta kishte dalë në dritë. Nëna e vërtet ishte ajo që ishte gati të vdiste për fëmijën. Kjo nuk ishte vetëm mençuri, ishte njohje e shpirtit njerëzor. Prandaj shqiptarët të kujtonin Binakalin si peshore të drejtësisë. Ai nuk gjykonte vetëm me rregull, gjykonte me mendje, me përvojë, me nder dhe me zemër. Një tjetër rrëfim flet për dardhat e buta. Thuhet se Binakalia ishte aq i kujdesshëm në pleqni sa para se të ndante një çështje, nuk hante e nuk pinte tek asnjë rapal, sepse donte të mbante dorën e pastër, donte që askush të mos thoshte se e bleu dikush me bukë, me kafe, me nderim apo me dhuratë. Një herë kur nuk mundi të shkonte vet, dërgoi njërin nga djemt për të ndarë një pleqni. I zoti i shtëpisë, duke ditur se djali i Binakut i kishte qejf dardhat, ja shtroi përpara dardhat më të mira. Djali i hëngri. Pleqnia u nda drejt, por pala tjetër e pakënaqur i çoi fjalë Binakalis. Pleqninë e ndave, por i hëngre dardhat e buta. Kur Binakalia e dëgjoi këtë, thuhet se ja ndaloi te birit të ndante më pleqni, sepse aty ku para vendimit hahet dhurata, drejtësia humb hijen e saj. Ky është një mësim i madh edhe për kohën tonë. Drejtësia nuk duhet të jetë vetëm e drejtë, ajo duhet të duket e pastër. Por Binakalia nuk mbeti vetëm në kujtesën e odave. Ai u bë pjesë e historisë kombëtare. Në moshë të shtyr, ai mori pjesë në rrjedhat e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Në një kohë kur tokat shqiptare kërcënoheshin nga coptimi, kur plava, gucia, hoti, gruda dhe ulçini rrezikoheshin nga lakmit e fqinjëve, zëri i burrave si Binakalia kishte rëndësi të jashtëzakonshme. Ai ishte nga ata që e kuptonin se çështja shqiptare nuk ishte më vetëm çështje fisi, bajraku apo krahine, ishte çështje kombi. Dera e tij u lidh me emra të mëdhenj të qendresës shqiptare. Mit Sokoli, heroi që do të mbetej në histori si një nga simbolet më të fuqishme të trimërisë shqiptare, ishte nipi i tij. Edhe djemt e Binakalis, nipërit e pasardhësit e tij, ndoqën rrugën e luftës dhe të atdheut. Kjo tregon se kulla e Binakalis nuk ishte vetëm vend ku ndahej drejtësia, ishte edhe një shkollë burrërie. Aty mësohej se shqiptari duhet ta mbajë fjalën, ta ruajë nderin, ta ndalë gjakun mes vëllezërve dhe të ngrihet kundër armikut kur atdheu rrezikohet. Në vitet e lidhjes së Prizrenit, kur shqiptarët u thirrën për mbrojtjen e plavës dhe gucis, emri Binakalis përmendet si një prej figurave që kishin peshë në malësi. Ai nuk ishte më i ri, por fjala e tij ngrinte burrat në këmbë, sepse ka njerëz që luftojnë me krah, e ka njerëz që edhe në pleqëri luftojnë me autoritet. Binakalia ishte i tillë. Ai jetoi gjatë deri në vitin 1895, por edhe pas vdekjes emri i tij nuk u shua, përkundrazi u rrit.
Thuhet se për kryeshnosh në shtëpinë e tij shkuan njerëz për vite me radhë. Kjo tregon se ai nuk ishte thjesht një plak i një krahine. Ai ishte kthyer në institucion moral. Në kohë kur shqiptarët nuk kishin shtetin e tyre të lirë, njerëz si Binakalia ishin shtylla të rendit shoqëror. Ata mbanin gjallë ligjin e pashkruar, besën, odën, kuvendin dhe drejtësinë tradicionale. Prandaj figura e tij u bë pothuajse mitologjike, por pas këtij miti qëndronte një njeri i vërtet, një burr nga bujani, një pleqnar i rrallë, një luftëtar i vendosur, një pajtimtar i madh dhe një mendje e ndritur e traditës shqiptare. Ai nuk la pas vetëm kujtime, la pas shembuj, vendime që u përsëritën në oda, rrëfime që u treguan brez pas brezi, la pas një emër që shqiptarët e lidhen me drejtësinë. Binakalia i përket historisë shqiptare si një nga figurat më të veçanta të shekullit 19, një burr që jetoi në një kohë të vështirë, por nuk u thye. Një burr që pa kryengritje, pushtime, reforma osmane, kërcënime nga fqinjët dhe përçarje të brendshme, por që gjithmonë mbeti në anën e nderit, të drejtësisë dhe të atdheut. Dhe ndoshta sot, më shumë se kurrë, kemi nevojë të kujtojmë një mësim të tij. Burri që nuk e mban fjalën, burr është e burr nuk është. Ky ishte Binakalia, peshorja e drejtësisë shqiptare, plaku i Krasniqes, burri që pajtoi gjaqe, ngriti kuvende, mbrojti atdheun dhe la pas një emër që edhe sot tingëllon me nder. Shkruani në komente, a mendoni se figurat të tilla si Binakalia duhet të mësohen më shumë në shkolla dhe të njihet më gjerë nga shqiptarët? Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.